Në tremujorin e tretë të vitit 2025, shtesa natyrore e popullsisë në Shqipëri ka shënuar një rritje duke arritur në 1347 lindje më shumë se vdekje, sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga Instat. Megjithatë, kjo shifër ndonse pozitive në pamje të parë kontraste të thella nëpërmjet qarqeve të vendit dhe konfirmon vazhdimsinë e një trendi të gjatë të rënies së shtesës natyrore. Për periudhën janar-shtator të vitit aktual, shtesa natyrore totale është vetëm 512, çka tregon se 2-3 mujorët e parë kanë qenë me bilance më negative, duke ngritur sërish alarmin për të kurjen e popullsisë. Tirana vijon të jetë qarku i vetëm i një shtesë natyrore të qëndrueshme dhe dukshëm pozitive. Gjatë tremujorit të tretë të vitit, kryeqyteti ka regjistruar 1238 lindje më shumë se vdekje, ndërsa në total për 9 mujorin arrin në 2256. Kjo përforcon faktin se migrimi i brendshëm dhe përqendrimi i popullsisë në Tiranë vazhdon të rrisë pabarazinë demografike mes qendrës dhe periferisë së vendit. Në krahun tjetër të tabelës, Korça renditet si qarku me shtesën natyrore më të ulët, duke shënuar 216 vdekje më shumë se lindje vetëm në tremujorin e tretë dhe një bilans negativ prej plot 719 për 9 mujorin. Rënja është e thellë dhe konsistente, duke vendosur Korçën ndër zonat më të goditura nga plagja e popullsisë dhe emigrimit të rinjve, po ashtu qarqe si Fier, Vlorë, Gjirokastër, Shkodër dhe Elbasan raportojnë gjithashtu shtesë natyrore negative, një tregues i qartë i dobësimit të strukturës demografike. Nga ana tjetër, disa qarqe të vogla si Kuksi dhe Dibra kanë arritur të ruajnë një bilans pozitiv me përkatësisht 104 dhe 44 lindje më shumë se vdekje në tremujorin e tretë. Edhe pse shifrat janë modesta, do tregojnë një stabilitet relativ në krahasim me pjesën tjetër të vendit, ndonse këto zona përballen me migrim të vazhdueshëm dhe mungesë investimesh. Në tërësi, shifrat e 9 mujorit të vitit aktual tregojnë se Shqipëria vazhdon të luhatet në pragun midis rritjes minimale dhe të kurjes demografike. Ky zhvillim ngre pikpyetje serioze për politika publike në fushën e familjes, punësimit dhe mbështetjes sociale.